Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, si që bëra me dije përpara publicitetit, do të vjojmë flasim për ish kryeministrin Nano, i ndar nga jeta sot në moshën 73 vjeçare. Kam kënaqësinë që në këto momente të kem një prej ish bashkëpunëtorëve të tij, ish ministër, deputet në disa legjislatura, Luan Rama. Zoti Rama, faleminderit që jeni në breaking. Mirëmbrëma, Dafina, dhe faleminderit juve për mundësinë që më jepni. Çfarë do të kujtoni të sot nga marrëdhënia juaj në nivel personal me zotin Nano? Natyrisht, unë dhe të gjithë ne që kemi punuar në krah të Fatos Nanos kemi shumë për të kujtuar dhe do duheshin ditë ne të tëra për të renditur gjithë atë çfarë ka memoria nga puna me të. Por sot, me qenë se jemi në një ditë të trishtë, në një ditë të dhimbjeje, unë dua të shpreh fillimisht gjithë ngushëllimet për familjen e tij, për gjithë të afërmit, natyrisht për kolegët, për gjithë familjen socialiste, kryetari i cilës ai qenë në periudhë të vështirë dhe që ju desh të përballonte sfida nga më të vështirat, nga më të rëndat. Natyrisht, duke qenë se jemi në këtë atmosferë të dhimbjes që krijoi lajmi për ngjarjen e rëndë, dua që fjala ime sot jetë e përmbledhur në një nderim të veçantë për gjithë çfarë ai bëri me shumë konsistencë, me shumë këmbgulje, me shumë maturi, vizion, por do ta thoja duke nënvizuar edhe me shumë patriotizëm, sepse i ra të angazhohej politikisht në krye të Partisë Socialiste në momente të vështira, në momente të mëdha të ndryshimit të sistemeve, dhe ju desh të merrte mbi supe përgjegjësinë e shndrimit të një force të paragjykuar për shkak të së shkuarës së vet nga rënojat e Partisë së Punës në gjithçka u bë Partia Socialiste për gjatë rrugtimit të vet, në forcën e madhe të gjenerimit, të imponimit, të sjelljes demokratike, të udhëheqjes së vendit me këtë vizion dhe padyshim merita kryesore në gjithë çfarë ka ndodhur është e Fatos Nanos si kryetari i saj. Zoti Rama, nuk e di nëse e ndiqni dot, duke qenë se jeni online. Ne kemi të fokusuar një foto në këto momente, kur ju jeni shumë i ri për krah zotit Nano. E ndiqni, nuk e di nëse... Po, e shoh. Kur është shkëputur, arrini ta kujtoni? Po, kjo është një foto në Kuvendin e Shqipërisë, në kohën kur Fatos Nanos, në kohën kur Fatos Nano ishte kryetari i Partisë Socialiste, por ishte larguar nga kryeministër dhe duhet ketë qenë në periudhën pas kongresit kur ai fitoi garën për kryetar me Pandeli Majkon. Unë atë kohë kam qenë sekretar i marrëdhënieve publike të Partisë Socialiste, ai ishte në detyrën e kryetarit. Por është një kujtim, në shumë kujtime që unë kam për gjatë gjithë angazhimit tim politik, sepse ndoshta në mua dhe në shumë bashkëmoshatar të mi që u përcaktuam dhe u angazhuam në Partinë Socialiste në atë kohë të vështirë, shembulli i Fatos Nanos ishte një motivim për të qëndruar bashkë me të dhe me një grup intelektualësh të shquar që i dolën për zot Partisë Socialiste në kohën kur shumë të tjerë e braktisën dhe ikën nga syt këmbët. Një pjesë e cilë pastaj për të rikthyer më pas kur çdo gjë kishte kaluar dhe kur të angazhoheshe me politikë, nuk ishte vetëm sakrificë, por ishte edhe privilegje dhe përfitim, pse jo. Por dua të them një gjë, Dafina, me që më jepni mundësinë sot, roli i Fatos Nanos në transformimin, modernizimin, në strukturimin e Partisë Socialiste si një forcë demokratike e lëvizjeve socialiste dhe social-demokrate të Europës ka qenë përcaktues. Jo se Partia Socialiste nuk do të ishte, por e them me bindje këtë, nuk do të ishte ajo që u bë pa rolin dhe pa kontributin e veçantë Fatos Nanos.
Unë kam njohur di që janë ftuar shumë të tjerë që ta merrnin përsipër drejtimin e Partisë Socialiste, por nuk kanë guxuar, kanë hezituar, ndërkohë që në ato kohë kur ndahej ishte në diskutim ekzistenca apo mos ekzistenca e saj, Fatosnano u bë njeriu pararendës i angazhimit dhe bëri të mundur atë që Partia Socialiste pastaj shumë shpejt, jo vetëm erdhi në qeverisjen e vendit, por luajti një rol përcaktues, një rol të rëndësishëm në gjithë sa ndodhi, në mënyrë të veçantë për rindërtimin e shtetit pas ngjarjeve të 97-s dhe për rikthimin e normalitetit në jetën politike të vendit, në qeverisjen e vendit në hapat e proceseve integruese, duke e bërë Shqipërinë realisht aleaten e rëndësishme të NATO-s në operacionet e mëdha të luftës për çlirimin e Kosovës. Më lejoni t'i uroj mirë se ardhi në këtë bisedë edhe analistit Ben Andoni. Zoti Andoni, përshëndetje. Faleminderit që jeni në breaking. Përshëndetje dhe mirë se vini. Zoti Rama, në 2004 ju ishit pjesë e socialistëve që u larguat drejt një tjetër subjekti të ri të krijuar, Lëvizje Socialiste për Integrim. Jo, unë jam larguar. Apo më vonë? Unë jam larguar pasi ishte larguar Fatosnano nga kryetari i Partisë Socialiste. A pra, nuk jeni te kjo kategoria. Shpesh marrëdhëniet e punës apo po. Nëse Fatosnano do të vazhdonte të qëndronte në krye të Partisë Socialiste, unë nuk do të isha larguar. Një nga arsyet e largimit ka qenë pikërisht largimi i tij dhe gjithçka ndodhi më pas në mënyrën se si leadershipi i ri që erdhi në krye të Partisë Socialiste i trajtoi një pjesë të bashkëpunëtorëve dhe të kolegëve të zotit Nano. Pra me gjasa do të ishit edhe sot pjesë e Partisë Socialiste nëse do të kishte vijuar gjatë zoti Nano në krye të kësaj partie. Unë jam socialist prej themelimit të Partisë Socialiste dhe nëse vazhdoj të jem socialist, padyshim një rol të rëndësishëm në gjithë çfarë unë jam si socialist ka luajtur shembulli, modeli, dimensioni politik, niveli intelektual dhe qytetar dhe padyshim cilësia e veçantë e të qenit tolerant dhe liberal në kuptimin e mirë të fjalës në gjithë çfarë ofroi Fatosnano për Partinë Socialiste. Ju falenderoj shumë për këtë lidhje, zoti Rama, shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim, ndërkohë po. Përcjell publikisht mesazhin e nderimit të Fatosnanos për gjithë çfarë ka bërë dhe më lejoni ta perifrazoj një cilësim që ka bërë kolegu Thoma Gëllçi në një status i cili thot shumë mirë që Fatosnano ikën duke lënë pas frymën e lirisë edhe kur je në burg, frymën e lirisë edhe kur je përballë sfidash të mëdha dhe këtë mund ta them me bindje, ai mbetet i vetmi ndër gjithë të tjerët që në historinë e Shqipërisë do të jetë padyshim me këtë dimension, me këtë konstante dhe me këtë shembull, me këtë model. Faleminderit dhe njerë, shumë kënaqësi t'u kisha edhe për të rrëfyer pikërisht edhe marrëdhënien që keni pasur në nivel personal për te asaj politik, zoti Rama.